Renaldo i pa lodhur, ndërkohë që shoh pak njerëz mbrapa. Renaldo, ti dukesh si mbijetuari i fundit në atë qendër. Me sa duket të tjerët u lodhën Klevi dhe kanë kërkuar pushim, numëruesit e votës së diasporës këtu në Parkun Olimpik kanë kërkuar që të pushojnë deri në orën 10:30 dhe për këtë arsye është ndërprer procesi. Do pushojnë deri në 10:30. Për të rifilluar sërish në orën 10:30. Po. Do të pushojnë deri në orën 10:30 dhe në orën 10:30 do të rifillojë sërish procesi i numërimit të votave nga diaspora. Numëruesit e kanë kërkuar këtë pushim për shkak të lodhjes sipas tyre që kanë patur gjatë procesit të numërimit, ndërkohë që kujtojmë se nga ora 7 kur ka nisur edhe procesi i numërimit, deri më tani janë numëruar shumë pak kuti dhe kanë ecur me ritëm shumë të ngadalt, pati një vonesë prej afro 2 orësh për shkak të një kërkese të Partisë Demokratike që votat nga Greqia të trajtoheshin ndryshe nga votat e ardhura nga shtetet e tjera. Ndoshta i ka lodhur debati më shumë komisionerët. Pas 2 orësh. Komisionerët nuk kanë debatuar drejtuesit politik. Debati, kanë marrë urdhra dhe i kanë zbatuar. Por edhe qëndrimi i gjatë, me sa duket i ka lodhur komisionerët, edhe puna e ndërlikuar me votat e diasporës, dhe për këtë arsye ata kanë kërkuar këtë pushim, i cili është miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të rifilluar sërish në orën 10:30 me kutit e tjera që do të numërohen. Këto kuti që janë aktualisht të hapura mbi tavolinat e numërimit do të përfundojnë dhe pastaj komisionerët dhe numëruesit do të largohen për të rikthyer sërish në orën 10:30 së bashku me vëzhguesit edhe ekipet e partive politike. Proces verbalet për sa kuti janë bërë, Renaldo? Se vetëm kuksin, ne vetëm një të kuksit dim deri në këto momente. Janë bërë proces verbalet e Kuksit, të Shkodrës edhe të Beratit në Mosgaboj, janë rreth 6 proces verbale të cilat unë disponoj, por janë edhe disa proces verbale që janë në proces, janë disa kuti në Tiranë që janë hapur dhe pritet që të përfundojnë, disa kuti të tjera po ashtu në Durrës, në Shkodër, kuti në Elbasan, në Gjirokastër dhe në Dibër, të cilat janë duke përfunduar dhe më pas do të kemi edhe proces verbalet me rezultatet e përafërsisht sa kuti janë në total nga diaspora, Renaldo? Përafërsisht. Më duhet ta gjej Klevi. Gjithsesi, jemi në kushtet ku kemi 6 kutit cilat janë numëruar dhe janë përfunduar duke bërë dhe proces verbalin komisionerët Në fakt, diaspora funksionon me zarfa, Klevi, dhe jo me kuti. Të paktën në faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë 194.889 zarfa që kanë mbërritur, nga të cilët zyrtarisht që janë hedhur dhe janë pasqyruar në website proces verbalet, janë 977 zarfa dhe janë duke u procesuar edhe besoj rreth 500 apo 600 zarfa të tjerë, derisa të përfundoj ky proces që ka nisur dhe më pas numëruesit do të marrin pushim. Që ka nisur dhe nuk dihet se kur do të përfundojë në kushtet që jemi. Mirë, Renaldo, po përsa i përket... Nëse vazhdon me këtë ritëm dhe nëse do të kemi një ndërprerje tjetër pas ankesës Partisë Socialiste në KAS, nuk dihet se kur do të përfundojë, është e vërtet me gjithë këto ankesa nga partitë politike. Me qartë. Mirë, Renaldo, të falenderit shumë për gjitha informacionet që ndave me ne, do shta duhet dhe ti të qetësohesh pak, ja dole që të mbjetosh mbi të gjithë komisionerët, por duhet të qetësohesh që të marrësh energji për ditën e nesërme. Sotme, për pak orë. Faleminderit, Klevi. Faleminderit, Renaldo, dhe njëherë.